Pse u bloku kuvendi sot? Nëse nuk e keni bon jetë, mja fol trunin, edhe me e besu krejt që a thot Albulena Haxhiu, Mimoza Kusori dhe Dejona Mihajli, ngani veç pak edhe menoni me kryt ju. Për me kalu qëtë procedur ku bloku kuvendi sot, duhet me votu shumica e deputetve të pranishëm në kuvend. Sot pranishëm në kuvend kanë qenë 100 deputet. 100 deputet. Për me kalu që procedura e verifikimit mandateve është dosht me qenë 51 vota. Edhe kish kalu. A i ka vetë vendosja 48 deputet. A i ka njësma 3. Apo bojnë 51. A është edhe Emilia Regjepi plus 1 ministre e Kurtit. A është edhe Elbert Krasniqi ministre i Kurtit. Apo bojnë 53. Pra, këta i kam pas të paktën 53 vota, sepse para 2 ditëve i patën 52, por nuk ka qenë Dimal Bosha i pranishëm seancë, sot dukon atë. Pra, sot kanë qenë të paktën 53 vota vetë vendosje nisma. Me 51 e kishin kalu qëtë procedurë. Po çka bënën, i thanë Avni Deharit, për gjunat zotit, qësh po e shfrytëzojnë edhe njëherë, me ndërprej seancën e kuvendit. Që ndërpritet seanca e kuvendit, kur ka kurëm, kur janë 100 deputet në salë, plot kuvendi me deputet, kur janë 53 vota të paktën për që e kalojnë procedurën, që pse ndërpritet kuvendi? Albulena Haxhiu, ish ministra e drejtësisë, deputetja, nuk e di që është tash, në konferencë për media, për me kallëzu që nuk ka lidhje me drejtësi, dhe nuk është kur far juriste, ajo tha që në rregullorin e kuvendit nuk parashihet kjo situatë. Këtë juristat e dopt dhe këtë amaterat e kësaj pune, menojnë që secila situatë do decidivisht me u parapat çka me votutje. Po ata që janë gjysmë juristave, se jo ata që janë eksperta, e dinë që ligjet, kushtetuta, rregulloret komentohen edhe zbatohen në mënyrë pozitive. Pra për me gjithë zgjidhje, është mënyra pozitive e të parit të ligjit, të rregullorës. Jo mënyra negative me gjithë ku janë problemet. Qësh mos më kry puna, po cila është mënyra pozitive e asaj rregullore. Qa thot e rregullore? Rregulloria thot që kryesuesi i seancës, pasi ta krym punën komisioni, e qet në votim dhe konsiderohet si procedurë e kalume me shumicën e deputetëve që janë të pranishëm sot. E që sot krejt kushtet kanë qenë për me u votu ky akt procedural. Po, këta nuk po dojnë me kalu këtë akt procedural, po dojnë me bloku kuvendin sepse nuk kanë marrëveshje, sepse pju duket shumë mjallon fatmelimes kryetarin e kuvendit, sepse s'ka numra për kryetar të kuvendit, sepse s'ka numra për kryeministër, sepse nuk janë marrë vesh me komunitetet, për ministra, sepse pazaret nuk i kanë kry hala.